Ndërkohë në lidhje me vendimet të cilat janë marrë gjatë ditës së sotme nga qeveria në detyrë përfshirë këtu edhe miratimin e projekt buxhetit për vitin 2026, do flasim në vazhdim bashkë me avokatin Yll Zekaj. Zotri Zekaj, përshëndetje dhe faleminderit për kohën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Siç dihet, gjatë mbledhjes së sotme, qeveria e Kosovës ka marrë disa vendime, ndër të tjera ka miratuar edhe projekt buxhetin për vitin 2026. Si e pat një vendim të tillë nga ana e qeverisë në detyrë? Faktikisht kjo ishin vendime në vazhdim vendimeve që qeveria Kurti, që nga fillimi i mandatit të saj deri tani kur është jashtë mandatit të saj, ka marrë në baza jo ligjore dhe kundërkushtetuese. Ne kemi një vendim të qartë të Gjykatës Supreme i cili e ka shpërfaqur atë që kemi thënë edhe më herët, që kjo qeveri në detyrë në momentin kur këta të njëjtit persona janë zgjedhur deputet, përkatësisht kryeministri Kurti dhe shumica e anëtarëve të kësaj qeverie, këta kanë humbur mundësinë më që të marrin vendime si dikaster qeveritar, përkatësisht si pushtet ekzekutiv. Është e pamundur dhe jashtë logjikës juridike që të propozohet një projekt buxhet, të kalohet në kuvend dhe pastaj të njëjtit persona të cilat kanë propozuar këtë projekt buxhet si anëtarë të qeverisë të shkojnë dhe në kuvend dhe të aprovojnë tani më si anëtarë të legislative. Kjo është më shumë e shohim se është në suaza të një fushate elektorale, që përmes vendimeve të kundërlishme dhe kundërkushtetuese të blehet ndonjë vot në këtë kohë fushate, qoftë për balotazh apo në parazgjedhjeve të parakohshme që do të jemi tani. Kështu që kjo mund të shihet vetëm në këtë mënyrë dhe si vendime të lishme dhe vendime kushtetuese që mund të rezultojnë edhe me efekte juridike. Zotri Zekaj, pati gjithashtu dhe disa reagime gjatë ditës së sotme nga OJC-t, të cilat thanë se ky vendim pra është i jashtëligjshëm pasi që është votuar nga persona të cilët në fakt e kanë edhe postin e deputetit. Në një formë të tillë, pra i bie që është shkelur vendimi i Gjykatës Supreme. Gjithsesi, Gjykata Supreme ka sqaruar në detaje se është konflikt i thellë i interesit personat e cilët më tashmë janë zgjedhur deputet të mbajnë edhe postet e ministrave, përkatësisht kryeministrit në detyrë. Dhe gjithashtu ka sqaruar në arsyetimin e vendimit të saj që çdo vendim i marrur nga kjo qeveri rrezikon të jetë i kundërlidhshëm dhe të mos prodhojë efekt juridik, dhe këtë unë besoj që shumë mirë din edhe kryeministri Kurti, po dhe edhe anëtarët e kësaj qeverie, dhe të gjitha këto vendime sot janë marrur në frymë elektorale, janë marrur për të përfituar vota në kohë fushate, për ta mashtruar, si të themi, qytetarën e Republikës Kosovës me një zemërgjërsi të kësaj qeverie për të kontribuar në zbutjen e problemeve sociale që kanë qytetarët e Republikës Kosovës. Askush, a e shprehen edhe organizatat jo qeveritare, që askush nuk është kundër rritjes së pagave, askush nuk është kundër rritjes së pensioneve, dhe askush nuk është kundër rritjes së shtesave të ndryshme, qoftë edhe për leonat apo për shtesat e fëmijëve të cilat i rriti sot kjo qeveri e Republikës Kosovës apo pagën e 13. Ka qenë pikërisht kjo qeveria Kurti, i cila në kohën kur ishte në mandat të plot, ka bërë zbritjen e këtyre shtesave. Jemi dëshmitar që kemi pasur shfuqizim të kontratës kolektive pikërisht nga qeveria Kurti, e kontrate cila parashite pagën e 13 dhe shtesat e tjera për sektorin e arsimit. Pastaj kemi qenë dëshmitar që pikërisht qeveria Kurti ka zbritur shtesat për kozgjatje të marrëdhënies së punës nga 0.5% për vit në 0.25%, ku gjykata kushtetuese e gjeti që është kundërkushtetuese dhe obligoi qeverinë Kurti, obligoi Kuvendin e Republikës Kosovës që deri në qershor të vitit 2024 ta përmirësoj këtë gjetje të cilën e gjeti si kundërkushtetuese gjykata kushtetuese. Por nuk i doli kohë prej qershorit 2024 deri tani që ta përmirësoj, dhe tani sot vendosi me vendim i cili prapë është i kundërlidhshëm, sepse
nuk mund të bëhet ndryshimi me anë të vendimeve, nuk mund të bëhet rritja shtimi i pagës së 13 me vendime. Këto duhet të bëhen vetëm me ligjin për pagën e sektorit publik dhe forma e tillë e veprimit të qeverisë Kurti është absolutisht e kundërligjshme dhe kundërkushtetuese. Zotri Zekaj, pra po thoni se është e kundërligjshme. Atëherë, a mund të shfuqizohen këto vendime dhe a duhet mbase të ketë ndonjë mas, qoftë edhe ligjore, ndaj qeverisë në detyrë në këtë rast? Si shkohet në aspektin ligjor? Cilat janë procedurat? Përveç që qeveria Kurti ka propozuar këto vendime ne nuk kemi ende buxhet të aprovuar dhe unë nuk e besoj që ky buxhet mund të aprovohet në një situatë të tillë të cilën gjendemi kur nuk kemi e kemi domethënë deputetët të cilët janë dhe ministra në detyrë qeverinë Kurti. Dhe si të tillë pa komisione funksionale, nuk kemi komision për buxhet dhe financa i cili duhet ta shqyrtoj këtë projekt ligj. Dhe kjo, domethënë, është vetëm një farzë e qeverisë Kurti për të marrur vendime të cilët tingëllojnë mirë në opinionin publik, të cilët tingëllojnë mirë të qytetarët e Republikës së Kosovës, por të cilët nuk prodhojnë efekt juridik. Kurse sa i përket të kalimit autorizimeve të kësaj qeverie, kjo është e qartë se qeveria Kurti po të kalon autorizimet e veta, po shkel vendimin e Gjykatës Supreme dhe si të tillë po hyn në domenën edhe në domenën penal të keqpërdorimit të detyrës zyrtare. Dhe po të kemi një prokurori kompetente të Republikës së Kosovës, po të luaj rolin e vet prokuroria speciale, këta persona duhet të intervistohen për të kalimin e autorizimeve të veta në mënyrë të vetëdijshme. Domethënë, kjo po bëhet me vullnetin e plot për të përfituar nga këto vendime të kundërligjshme, qoftë përmes përfitimit të ndonjë vote shtesë në ballotazh tani apo në zgjedhjet që i kemi shumë afër, zgjedhjet të cilat do të jenë si rezultat i moskrijimit të qeverisë. Pra duhet të ketë intervistim të përfaqësuesve të qeverisë nga prokuroria speciale, kështu po thoni? Absolutisht, prokuroria speciale duhet të luajë rolin e vet, duhet të luajë rolin aktiv të cilin i takon, të shikojë dhe të analizojë nëse në veprimet e qeverisë kemi keqpërdorim të detyrës zyrtare, nëse kemi të kalim të kompetencave të tyre, nëse kemi vendime me qëllim të përfitimit të tyre të drejt për drejt apo të tërthërt, siç janë përfitimi nuk do të thënë që çdo herë duhet të jetë material. Përfitimi mund të jetë edhe përmes rritjes së elektoratit me vendime të kundërligjshme dhe si e tillë mund të hyjë edhe në domenin penal. Kështu që i takon prokurorisë speciale që të shqyrtojë pozicionin e saj në raport me verifikime nëse kemi të bëjmë me elemente të veprës penale në këto vendime të cilat qartë Gjykata Supreme i ka deklaruar si të kundërligjshme nga nxjerrja e vendimit të saj kur e ka sqaruar se një deputet i Republikës Kosovës nuk mund të ushtrojë edhe pozicionin e anëtarit të qeverisë për shkak se me Kushtetutën e Republikës Kosovës është qartë ndarja e pushteteve. Nuk mundet një pushtet ekzekutiv të luajë dhe rolin e pushtetit legjislativ dhe anasjelltat. Kështu që çdo të i kalimi këtyre autorizime mund të hyjë edhe në domenin penal të veprave penale. Kur jemi tek pjesa e buxhetit pra për vitin 2026, gjithashtu gjatë ditës së sotme ka pasur edhe një deklaratë nga presidentja e vendit Vjosa Osmani, e cila ka thënë se ka kërkuar që të ketë zgjatje buxhetore. Gjë që sipas saj, pra siç është deklaruar ajo, është kushtetuese dhe besoni se kjo është forma më e mirë ose opsioni më i mirë. Ne e kemi problem ta kuptojmë se si zoti Kurti tenton që ta aprovoj këtë projekt buxhet kur faktikisht kemi disa ndoshta edhe 10 anëtarë të qeverisë të cilët janë dhe vetë deputet dhe nuk mundesh ta propozosh një buxhet dhe vetë ta votosh pastaj në kuvend. Kjo është vepër e pastër e konfliktit të interesit dhe si e tillë nuk mund të kalojë në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe Kuvendi i Republikës së Kosovës nuk duhet ta lejojë veten që të bjenë në një pozicion të tillë kur ata që e propozojnë ata dhe votojnë një projekt ligj, qoftë projekt ligji për buxhetin apo projekt ligje të tjera. Ne, për ta parë popullizmin e zoti Kurti, ne kemi edhe sot kemi edhe deklaratat e sindikatës RTK-s, kur të njëjtit rrezikohen që nga 1 nëntori të mbesin pa paga për shkak të papërgjegjësisë të kësaj qeverie, kur para 2 muajve i alokoi fondet për punëtorët e RTK-s, por e alokoi fonde vetëm për 2 muaj dhe nuk e alokoi deri në fund të vitit. Kështu që tani tenton që përmes kuvendit të përligjë ato veprimet e veta e cila kuvendi nuk kisha dashur të besoj që do të bjenë në ngrockën e zoti Kurti dhe të aprovoj projekt ligje të cilat nuk mund të
nuk mund të procedoj në mënyrë të lishme dhe kushtetuese. Zotri Zekaj, dua tani të kaloj pak edhe tek një temë tjetër, ajo e takimit që ka pasur sot pra presidentja e vendit bashkë me liderët e partive politike dhe siç u tha dhe nga vetë presidentja, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka kërkuar edhe një takim tjetër bashkë me Osmanin brenda këtij dhjetëdiçi. A mund të mandatohet ligjërisht Kurti edhe një herë tjetër, pra si mandatar për kryeministër të Kosovës? Kushtetuta dhe vendimet e gjykatës kushtetuese janë të qarta, domethënë i takon formimit qeverisë, i takon fituesit të zgjedhjeve. Në këtë rast zoti Kurti ka pasur afatin që të paraqesë përbërjen e qeverisë dhe i njëjti ka dështuar që të marrë vota në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Pastaj i takon partisë tjetër, partisë së dytë fituese, që ta aprovojnë brenda 10 ditëshit për të mandatuar si kryeministër për ta propozuar kabinetin e vetë qeveritar dhe për të tentuar që t'i marrë votat. Si duket, ne nuk do ta kemi dhe nuk do ta kemi të skenarin e dytë, për shkak se nuk kemi parë gatishmëri përkatësisht të partisë së dytë fituese, që është PDK, për të përcaktuar mandatarin e saj dhe për të provuar që t'i marrë votat. Unë besoj që skenari më i besueshëm në këtë rast do të jetë që ne do të shkojmë në zgjedhje dhe nuk do të kemi mundësi tjetër për ta zgjidhur qeverinë. I ka takuar zonës presidentes sot që të tentoj që ta gjejë një marrëveshje në mes të partnerëve, përkatësisht të partive politike, por si duket ky takim rezultoi pa një sukses dhe vetmja zgjidhje që e shohim në këtë situatë është që të shkohet sa më parë në zgjedhje, që të tentohet që përmes një rezultati sa më të shpejtë të mundshëm të shohim një konstelacion të ri të forcave me optimizmin që ose do të kemi koalicione parazgjedhore, ose ata që do të fitojnë zgjedhjet do të gjejmë mënyrën që t'i formojnë institucionet, që tani më kemi rreziqe të ndryshme, qoftë me mosmiratim të buxhetit, qoftë me dështim të pagesës së pagave, qoftë me një gjendje të rënduar ekonomike në shtetin e Kosovës, në të cilën e kanë futur shtetin përkatësisht qeveria Kurti në këtë situatë. E qartë, zotri Zekaj, të falenderoj shumë për kohën dhe për gatishmërinë. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë Zënjar.